atëherë ja ku fillojmë ndonjëherë kalentarët në këtë episod tjetër, ku jemi përsëri me histori të vërteta njerëzore. Jam këtu me zotëri, përshëndetje. Përshëndetje. Tani do më thuash profesionin që ke bërë në jetë. Unë kam qenë mjek. Mjek. Për sa vitesh? 40 e ca vjet. Tani 40 e ca vjet mjek është një profesion, po them, sa i bukur po dhe i vështirë, apo jo? Do më tregosh pak ca gjëra nga profesioni jote. Ai është profesion shumë i bukur, shumë i vështirë dhe profesion me emocione. Se këtë bësh, unë kam pas bëj me 2 jetë, me jetën e nanës dhe jetën e fëmijës. Jeta është gjoja më e kushtueshme, më e rëndësishme për njeriu, por dhe me shëndet. Jo gjithmonë puna shkojt vaj, ka dhe komplikacione nga më të ndryshme. Pra, je detyruar si natën e ditën të jesh vigjilent mas punës, mas pacientës, ta ndjekësh atë me hallet e veta. Cila ka qenë, po them, situata më e bukur që ma mërën nga puna jote? Diçka që të kujtohet akoma? Tashti jeta ka shumë gjëra dhe varion nga e bukura, shumë e bukura, tek e vështira dhe tek e keqja. Unë mendoj që e bukura e mira nuk ka fund. Po, kur bën një punë, që kam qenë unë kirurg, bën një operacion që në fillim fare mendon shumë dhe ke vështirësi dhe ja arrin qëllimit, nuk ka gjë më të bukur dhe më të mirë. Tani unë shoh ti kur e kujton ato vite më duket edhe për lotësh pak apo jo? Je djali i zgjuar, që është e drejta, edhe ne kena emocione dhe kena më shumë. Faktikisht, disa herë kam qarë. Megjithëse deshe një rast interesant, në kohën tonë nuk kishim kaq shumë mjete sa kanë të shokët, ose kolegët e mi. Ishte një lindje e vështirë dhe për ta nxjerrë fëmin, kokën e fëmijës, përdorësh një vegël e vështirë që quhesh forceps. Edhe mu vonë, është e vështirë, më vonë eksaktë, dhe me e tërheq, po është shumë e vështirë. Kisha në gjuar që pararës të mi, ju këshin hap ato, dhe ishin dalë branqet pa kokën e fëmijës edhe ishte përplas në mur 2-3 metra më largë. E këra në tokë pa ndjenja. Në një rast, një fëmijë madhë edhe një gru e madhe fatikisht, fëmija lindi mbi 4 kg, i bura forcepsun e tërhisha, jo, kam qenë i dopët, më i dopët se ty unë. Nuk lëviz. E ne fillon me thonë, që fatemi nanë që mbane, që mora këtë profesion. Por fatikisht, fatminësia është, dhe këtu kom qarë, të nëzora shumë mirë. A dikush i dha knajsin, kur fëmija lindi dhe qau. Pra ne qamjen e fëmis, e kemi për sukses. Ose e kishim për sukses. E kupto? Jo e qara gjithmonë është e keqja, ha? Jo, ka dhe qare që janë të mira. Jo, kjo. Se njëri u qapri halli. Tani, ti mendon që të profesioni jot ka dhe ndim nga Zoti, po them, me që më tregove një rast tillë? Unë besoj. E ke ndjerë tek puna që ke bërë? E kam ndjerë tek jeta ime. Kjo është e kështume. Unë besoj. Ti mendon që jeta vetë me ty ka qenë e drejtë apo jo? Kam pas probleme në jetë, në fëmini. Mu baba më kalon 3 muesh. Babën e kam pas partizan, e kam dëshmor. Ka rrit vetëm nona. Ajo ka rritur, më ka ushqyer dhe më ka bërë me shkollë. Ka sakrifikuar për mu.
A ishte vështirë, po them, të rritesh në një familje pa e patur figurën atërore, e ke ndjerë mungesën? Shumë. Unë e ndi dhe sotër, se ti tu të Normal, normal. A di si më thot, djali tim, ti nuk ke shemull babe, më thot. Po unë kam ty. Kjo për ty duhet të jetë një krenari, apo jo? Ja, krenari. Kjo është që të përlotësh herë pas here. Prindi është gjoj shumë e madhe. Tani, ti besoj jetën tënde ja di shpërblim madh, mamas tënde, apo jo, se të ka rritur e vetë. Të gjitha meritet ja dedikojnë nënës tim. Ka qenë e vështirë për atë? Mendoj që ka qenë e vështirë? Shumë e vështirë. Ana ekonomike ka qenë e dobët. Tash deri në 46 unë kam pas dhe gjyshin. Gjyshi ka qenë i pasur. Ti gjyshi dhe në 51 familje e madhe, ka një familje shumë e madhe, u shpërndar dhe unë meta vetëm e nënën. Dhe nga 51 vetëm ajo. Ishte pa shkollë. Ajo ti e kishe qef shkollën. Kur unë shkova klasë parë, edhe ajo futën klasë parë në shkollën për analfabetizëm. Deri klasë të retë kemi qenë të dy zanës të mija. Aja bote mas dita, unë e boja mjesë. U smu nga kamba dhe e la. Po edhe mësoj me shkru e me lexu pak. Pra ti vazhdove një rrugë, që vazhdove u bëre shkollë, u bëre dhe doktor, dhe besoj a ktheve. Atë në mënyrë tënde e shpërbleve. Nonës, Patjetër. jam përpjekur. Po asnjë mos pretendoj se mund t'ja shpërblej nonës që të ka bërë dhe ka bërë gjithçka për ty. Faktikisht edhe sot, unë njëherë muj i qoj lule tek varri i saj. Dhe e kujtoj me mallë shumë të madh. Çfarë është diçka që doja thoje, po them, nëse do kisha edhe një herë mundësinë, ti thoje diçka të fundit. Nonës. Kjo se ka botë tjetër. I thom, ta kaloj si mretresh. Unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim tënd. Faleminderit.